që të dëshën e që e kanë Që në të dëshëve, që të kanë zërë, ta jenë kohë që të dhe ka ratë dërë tyne në rëtë e vonat natës. 25 vjetë keni dëshu që munën me konë që të, edhe deri vjetë nuk orë kërkush. Jo, të i mësë orë kërkush. Me shpresë, se mos po gjine që i dikon. E keruj djallit bekimet në sezinet mas lufte. Mos po gjine, dikon i gjallë, për me marru shpinë që to. Rreth 26 vite pas lufte, ende 1600 persona në Kosovë konsiderohen të zhdukur si pasojë e luftës së vitit 1998 dhe 99. Për fatin e këtyre persona akoma nuk dihet asgjë. Familjarët e tyre janë ende në kërkim të më të dashurëve tyre. Veriu Info dhe Veriu TV ka nisur të realizojnë një seri të rrëfimeve të familjarëve të personave të zhdukur në Kosovë gjatë luftës së fundit. Ne kemi zgjedhur familjen e të zhdukurit Bekim Thaçi që të realizojmë intervistën e parë. Këtë intervistë kemi realizuar me babain e tij, 85 vjeçarin Aslan Thaçi. Baca Aslan ishte simbol i forcës, simbol i rezistencës dhe i kurajës për gjitha familje tjera që kanë persona të zhdukur. Ne gjatë intervistës me të pam një plak të jashtëzakonshëm, me fuqi shumë të madhe, i cili thoshte se birin e tij e ka dhënë për Kosovën dhe se nuk e dhimbset jeta e birit të tij për shkak se e ka dhënë për lirinë e Kosovës. Por ai nuk don të vdes me plagën e mungesës së birit të tij. Ai na rrafon momentet se kur biri i tij ka tentuar të shkojë te familja dhe në rrugë në fshatin Stanovs është ndaluar nga policia serbe dhe është zhdukur sot e asaj dite. Momenti më preks intervistës me Bacën Aslan ishte kur ai na tregonte se ka ardhur të jetoj pas luftës në fshatin Stanovs të Vushtres bashkë me disa familjarë të tij, mirë po pasi që kanë ndërtuar disa shtëpi aty, kanë lënë një trull për birin e tij të zhdukur, i cili sot e asaj dite nuk po gjendet. Ai trull, siç po shihni edhe në pamje, vazhdon të qëndrojë zbrazë dhe Baca Aslan është në pritje të birit e tij që ta ndërtojë një shtëpi për të, edhe pse gjasat janë të vogla, të gjendet i gjallë, si ai ashtu edhe të zhdukurit e tjerë. Me shpresë, se mos po gjine që i dikon. Ja keruj djallit bekimet në sezinet mas lufte. Mos po gjine, dikon i gjallë, për me marru shpinë që to. Sa djem fshatin Stanovs i Olt të komunës Vushtres. Përballë meje është Baca Aslan. Baca Aslan luftën e fundit me 18 prill 1999 ka të zhdukur djalin e tij Bekim Thaçi, i cili është zhdukur si 21 vjeçar dhe prej asaj dite më nuk dihet asgjë për fatin e tij. Me Bacën Aslan do të bisedojna se si ka si në momenti i zhdukjes, a i kanë ndihmu kush sot asaj dite, a kanë marrë informacione tutje, Bacën Aslan. Mirë se gjatëm. Mirë se të keni ardhë. A mund është pak me nga rrëfy momentin, me nga tregu momentin, kur është zhduk biri ju i Bekime? është zhdukaj me 18 prill 99. Në 99? Në fshatin Stanovs ka. Fshatin Stanovs të ofra? Po, fshatin Stanovs të rruga për Pellushi dhe në të rruga. Ku ka qenë kur është zhduk? Ka konë me ju? Peqqiqavice kanë ardhë me një Ramadan Qirezin ka ardhën bashkë. Natën kanë ardhë, qysh kanë ardhë ashtu. Kanë ardhë, kanë menu që jemi dhe aty në Stanovs jemi. A i Ramadani, a ndo ma herët a... Ja, nëllë lëmë madhaj, o nëllë të dojtë e vetë, pas ka bujtë aty. Kuj ka ardhë me menim që jemi me në takun të familja. Jeni ofer, mos... Ofer, lumi madhë me Stanovs tëllët. Edhe kur ka ardhë, i ka rarë që aty në prit tynin, forcat sërbe në konë në shpijat, të hejan aty. Shpijat tyne në konë dhe të jasë dite, mos djetë kushe. Ka qenë nota, dita, që shka qenë në Nata ka qenë, ajë që shtetë, ajë ka thonën, dikun ka rrët 12 orët natës. Kur e keni marrë veshje që... Masi jo kry lufta. Deri u kry lufta? Masi jemi këthy të vërtet. Por me që kry lufta, masi jo kry. 2 muaj ditë dhe me thonë s'kemi 2 muaj ditë s'kemi ditë kur që. Kur që për ta? Kemi menu që është mal dikun. Mas 2 muaj dhe mas lufta, marrë veshje ka rrën duarët. Edhe aji ta i masanin e ka kalzu që i Ramadani, ka kalzu që ka ardhë e lëmë të madhë me ta. A ju ka kontaktu kush mas lufte, a ju ka njeftu kush në i sanë për fatin e tina tjetër përveç? Për fatin e sanë, zote, kur gjurë. I organeve të shtetit, a ju ka Qështu kanë ardhë dikush,
më kanë marrë da pyet, këtë diçka, tjetër diçka senë, zotit, kur që heq. Kur që. Më ju ndihmu, apo ju ndihmon ndaj kush së asoj dite? Po jo, s'kem nevoj, s'po kem nevoj. Po kem nevoj. Jo ty. As da ka orë, në da vetë dikush, po edhe s'kena pas nevoj. Apo na tregon pak që shukon mas lufte që i lojmë i por, kër e keni morë për zhdukin e tina? Po i lojme, po balë i shtirë në ka ardhë, balë, po qka ti bëjshë do keme me përbalu, se, po. A keni vazhdu Kemi hullum të ka mas, viteve? ku kemi ditë dikush që ka ndajsen, diçka ka ardhë për i burgjë, që u sheshin për i stërbija që atërë lireshin, të shku me i vetë mos, diçka po din, diçka për ta kanë pa në burgjë. A ju ka thonë a i kush na i sanë, ku gjindet, ose diçka? Jo, kur gjë heq. Qatë vend që ku thash kemi dyshu një farë vendish aty. Ku është taj vend që keni dyshu? Po qatë vend, ku në zonë që aty, më thonë një 5-60 metra më larkë. Kur keni bu kërkimet atë, Bas Aslan? Për atë vend. Me njëherë kemi bo. Mas lufte kemi bo, po deri vjetë, në vjeshtë në qatër janarë, vitin e kalun, në vjeshtë janarë dhe kanë hullum të usë, patë kur që. E qysh 25 vjetë kanë bu me ordë kur me hullum të? Vëllaj, me zi kanë orë qatër, në vjeshtë kanë orë dhe kanë hullum të aty, e qëtë veç disa eshtat gjove qëtëm, kur që tjetër qëtëm. Apo a keni posë vështërsi mas lufte? Po si gjithë tjerë, si kur gjithë tjerë që ashtu, dhe shka kemi më. Dhimbja e modhe, ka si. Qatë i bashkë. Edhe sot djemi ki tjerë, Bas Aslan? Kemi edhe dy kemi, po. Dy djemë. Po. Po qatë i bashkë, po do të më përbalu. Qatë i bashkë, po dhe. Djali me s'ka mirë para lufte? Kone ka pas kry këtë shkollën profesionale automekanike. Automekanike. Edhe ka pas mënu gati si pa të kry shkollën. Dë nësë 7-18 vjetë që ashtu, në 2 vjetë, 3 deri në fund ka pas mënu në Prishtinë, si automekanik ka pas mënu. Edhe tani në luft se vendosi me shkuajnë që qa vitë kërë këty kënej? Jo, dullë, që qa vitë, edhe mata e lepë unën atje, edhe malë, vjetë herë që mësë kemi pa kurë. Cila është kërkesa juve për institucionet? A keni në apel që shumë herë përmen fotit pa zetër, fotit pa zetër, po konkret nuk kanë bo shumë nga përnduket? Unë edhe pare thash, unë e për në duke që shumë pak kanë punu. Më te për i kanë dhënë zërë kur po banë që të rëzgjedhe që të, po përmenin për shta që duke. Ma sa ne mos për i përmenin kërkush për ta, kush për kokvale. Cila kësh me kom kërkesa ju për institucionet e shtetit? Kërkesa jënë kësh me kom, më interesu pak ma tepër, për ta njerëz, me bënë një zgjidhe, më gjithë fati ty një më zgjidhe dhe qysh, më gjithë shaj ty një dikëm. A menen që na du të mi kush zu Sërbin, mos me hinë bisedime me ta pa u kry fotit pa zetër? Vetëm t'jashtë me të mujtë Sërbin me kush zu me diçka, se për tjetër, kur Sërbia si dërësën? Nështë ta ka atje në Sërbi dikon atë, si kur që u gjendën disa tjera. Shumë tjera atje. Nështë ta kretë që atje i kanë që ta qka s'po gjindin hala. Bas Aslan apë nga kalëzën, ka horë djoli pi Velikarejke edhe ku jënë konë fursat e sërbe? Fursat e sërbe jenë ka qëto. Në qëtë shpi? Qëtë shpi jenë ka. Po? Djali ka arë për Velikarejke, ka arë për më hinë katon të familje. Po. Edhe që të dëshënë që e kanë prit? Që të dëshënë që e kanë zonë? Që të dëshënë që të kanë zonë, ta jenë ka qëto dhe ka ratë dërë tyne nërë të vonat natës që atër. Si bas fjallet të tira, ma dënë qërezë. Që ka si ndërë në Velikarejk bashkë me ta? Ndërë në Velikarejk ka ardhe. I ka thonë aja, edhe i bujnë qëto të tja, për kam që më shkulli pa familje. Bas Aslan, do me thonë që kjo është veni ku e keni kërku vitin e kalum edhe nuk e keni gjeta. Pej mos lufte, pej mos lufte, vitin e kalum... Do me thonë, 25 vjetë keni dyshu si munën me konë që të, edhe deri vjetë nuk orë kërkush. Jo, ty i besë orë kërkush. Kërkush të orë,
Shumë herë kam se klimi taku që shtu hajtë një bërë. E kush ta boni të mundshme mi hiç me atë marokën të? Fatmire Shala ma dha numrin e Florim Elshanit, aje qaj një ekipe edhe era në vërtetun edhe e hullum tonë me ato vjetet. Në tjera vena a keni kërkua ju ka thonë Tjera dikër? vena, jo, s'kem dëshim tjetër. Që tu kemi pas dëshim, që mësa që tu, po dhe këtu nuk dur, kur që veç ato ishtë atë gjave që ato në të kur që tjetër. Bas, a përna jep një mesazh për trit e sot ata që kanë ditë mas lufte, cilë mesazh jetë për ta si mos me ditë qa këna hjekë si popull na, edhe me ditë pak ma shumë kimetin lirisi. Po që kemë me thonë që do të mja ditë kimetin kësa lirie se që kemi hjekë në për para. Me gjitha kushtet jenë, tash kushtet jenë shumë të mira, mja ditë kimetin kësa lirie. A pja di na bëllë? Vala mu s'po mdokat sa duhet. Nuk po mdokat që pja ditë kimetin, nuk po mdokat sa duhet. Do të mja ditë kimetin, më thonë shëqër zote që në ka orë liria. Në tregove që këta trullin e këne ble mas lufte, këto komplet si vlasni lak. Po, qartë. Edhe që trullin mas meje, tha që s'kene dosh me maru shpi. Qartë. Për qa e ke rujta, më kalë Po, me shpresë, se mos po gjinet që ai dikon. e ke rujt djallit bekimet në sezinët mas Mos lufte. po gjinet dikon i gjallë, me ja marru shpinë që do trullë që shtu që shkushtit. Për qash. Edhe i herë faleminderit shumë batë. Faleminderit edhe për juve, shumë që keni ardhë. Shumë faleminderit. Gjithat mirë atyje me jetë gjatë. Mirë, ditën e mirë.